Pra Allahu Gjellëshanuhu krijon një dialog dhe një komunikim me shpirtrat tanë nëpërmjet një pyetje e cila nuk është thjesht retorike, sepse sipas Kuranit ne i kemi dhënë një përgjigje Allahu Gjellëshanuhu dhe i kemi thënë Zotit, po ti je Zoti jon. Dhe që ndodh, pra Zoti shtron pyetje dhe begenis komunikim me ne, ndërsa sot shfaqen në skenën e historisë disa teologë që thonë mas bani pyetje, por merreni këtë që thamë unë si thamë unë. Pra kam frikë se kjo lloj teologjie që e largon njeriu, si më thënë, nga bamja e pyetjes, që e largon njeriu nga një këndvështrim kritik, që e largon njeriu nga një lloj kurioziteti për me kuptu thelbin e gjas, në fakt nuk është teologji islame, mund të jetë një teologji tjetër që është atashu islamit me kalimin e kohës dhe që i ka bërë jashtëzakonisht shumë dëm islamit në fakt.